Para ishte shumë e veçantë që të prezantoja unë aty si fillim Shqipërinë, pastaj gjuhën shqipe, sepse disa prej tyre e njihnin e disa të tjerë jo. Ende? Ende jo. E bukur ishte që për mua ishte shumë emocionuese momenti që posteri i madh i punimit tim u shfaq aty në sallën e konferencës. Ishte realisht një moment shumë emocionues të shikoja shqiponjën aty, që është pjesë e fjalorit, pjesë e kopertinës së fjalorit, dhe zgjodha formatin më të madh të mundshëm. E more në dorë situatën vetë. Po. Edhe rezultoi që ai ishte posteri me formatin më të madh. Edhe ngjyrat i zgjodha të tilla që të binin në sy, sepse realisht doja që kjo punë e jashtëzakonshme që kemi bërë me hartimin e fjalorit të madh të gjuhës shqipe, me që mu dha rasti ta prezantoja denjësisht. Nuk besoj se ka studius që nuk do donte të shkonte një herë në Oxford.